I zadaniemy ich jeden postawić. Sztuć. Facet, co my tu angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjysmëgjallë në këtë moment. Duhet jeni në dijeni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këtë moment një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nesër në mëngjes në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të Komitetit të Emergjencave ndërqeveritar, ku do të bëhet edhe një adresim nga ana e kryeministrit, jo vetëm për zgjidhjen e situatës dhe për gjithë përballimin e kësaj situate, por edhe për dëmshpërblimet që janë shumë të rëndësishme për të bërë të diturat dhe për të marrë informacion të gjithë familjet apo edhe bizneset e prekura. Keni parasysh që në këtë moment duhet i bëjmë thirrje dhe unë po përfitoj nga rasti të kërkoj të gjithë televizioneve dhe gazetarëve që jeni në terren. Ju falenderoj shumë që jeni qëndruar afër të gjitha skuadrave të shpëtimit në këtë moment. Ju lutem bëni thirrje qytetarëve që t'i përgjigjen thirrjeve që bëhet nga ana e emergjencave civile. Nganjëherë është më mirë që të marrim masa edhe më të shpejta se sa vetë situata që mund të agravoj. Kemi shpresë, ku është drejtori Akiu? Drejtori Akiu mund të shpjegoj pak që kemi shpresë se të ketë një rënje të nivelit të vjosës, pse nuk afektohet vetëm nga rreshtit që ndodhin në territorin tonë, por afektohet edhe nga rreshtit që ndodhin në Prishtinë në këtë momente, por ne shpresojmë që në 8 orët e ardhshme jemi në monitorim të gjithë të prurjeve. Ka një informacion që në Pronaria të reflekton edhe pjesa më madhe e prurjeve në Novosel. Ka një rënje e cila pritet disa orë të reflektojë për sigurisht, por kjo gjithsesi nuk ka të marrë në nivelin e gatishmërinë maksimale. Prandaj dhe përfitojmë nga rasti dhe banorëve të kërkojmë edhe mirëkuptimin e tyre për të bërë pjesë e operacioneve tona me gjitha njësitë operacionale të emergjencave dhe strukturave operacionale që janë në terren dhe janë në funksion për shërbim të komunitetit. Sistemi energjetik ka performuar maksimalisht, për të drejtën pavarësisht kurseve atmosferike shumë të vështira, nuk kemi pasur ndërprerje të gjata. Ndërprerjet kanë qenë momentale, qofshin këto nga linjat e transmetimit pra të operatorit transmetimit, qofshin këto nga linjat e OSHS. Megjithatë, duhet keni parasysh që në 24 orët e ardhshme presim era të fuqishme. Për momentin në disa nga zonat, sidomos në zonën perëndimore, pra atë që ne quajmë Filipinës perëndimore dhe në Bregdet, do të arrijë deri në 17 metra për sekond, por parashikohet që në orën e vazhdim të arrijë deri në 25 metra për sekond. Flora dhe Keta është filluar e ka thënë kryetarja edhe në disa dalje të tjera për mediat, kështu që keni parasysh që do të jetë një situatë e shtuar, situata me erën në urtësinë perëndimore. Rreshtet e Borës kanë nisur pra në këto momente ashtu siç ju e dini në zonën veriore, lindore dhe në pjesët e tjera ku ndoshta nuk ka prezencë gore zakonisht. Megjithatë, temperaturat do të ulen sot, por nesër do të ngrihen sërish. Situata është sfiduese. Na duhet që të gjithë jemi në terren për ta përballuar atë. Na duhet bashkëpunimi i qytetarëve, siç thash, për atë zonë ku kërkohet evakuimi. Do të ketë vëmendje maksimale, patjetër energjia. Ujësillsat janë vënë gjithashtu në sprov në këtë momente. Po të marrim rastin e Fierit, 4 sistemet e pompimit, zonat e pompimit janë nën ujë, që
qyteti i Fierit po furnizohet me bote. Tu jemi të ure re në fshatin Bishan, që kur është bërë ura që u bë ure re, autostrada, Leva Vlorë, ne përmbytim sepse kjo është bërë shumë e ngushtë, 90 metra, që qa bëhet? Që e fakti. O t'ishte 200 metra dhe njërsa kjo s'kishte problem. Qa bën ajo shë? E blokon çdo gjë. Lumi do të shkarkoj? S'ka ku shkarkoj. A i fryt edhe, pyetemi ne atë. Ja, këtu jam në fshatin Bishan, te ura autostradës. Si mund të bëhet kjo 90 metra, shkë, si e blokona. Ja. Nuk e laja, shkë, shkë qa bëhet, ka pësitur. I bëjmë thirrje qeverisë të marri masat, ta zjeroj dhe njësa kjo, Allah. Edhe nesë për mbytemi në. Sa po përmbyllëm një mbledhje koordinimi në Komitetin e Emergjencave të Florës, në drejtimin e prefektës sekretare të pasurisë dhe në prezencën e forcave armatosura dhe të emergjencave civile. Kemi bërë planin e masave, sidomos për 3 fshatrat kryesore që kanë rrezik shpërndar në këto momente në Komunitetin e Vjosës, Fitore, Bishan dhe Novosek, dhe së bashku me kryeprejtë dhe institucionet qendrore dhe drejtoritë rajonale kemi rakorduar skuadrat që duhet të dislokohen në terren minier, qoftë nga pikpamja e ofrimit të shërbimeve parësore, shërbimeve shëndetësore, si kundër dhe mjetet ekskavator padroma që janë dislokuar në terren për të frenuar për aq sa mundemi në këto momente, siç e dini kotat maksimale janë arritur të Vjosës në këto momente dhe na duhet patjetër që të sigurojmë mbarvajtjen dhe të ofrojmë të gjithë mbështetjen e nevojshme për banorët e zonës, siç e kemi bërë gjatë kësaj periudhe. Kuptohet që në këtë situatë, që është një situatë e jashtëzakonshme për sa i përket kushteve meteorologjike, prioritet merr jeta e njeriut edhe ajo ku ka qenë fokusi, ka qenë kujdesi shëndetësor, ashtu siç edhe ministrët e paraqitën situatën, ekipet shëndetësore janë duke trokitur shtëpi më shtëpi me smurt kronik për t'i asistuar ndihmën mjekësore dhe pa diskutim planin e masave që u paraqitën për evakuim. E rëndësishme është alertimi. Jemi duke alertuar që ne jemi në teren, nuk jemi shkëputur nga tereni 24 orë, edhe alertimi është suporti kryesor. Edhe media duhet jenë në krah të qytetarëve për t'i bindur ata se shpesh herë hezitojnë për të kujtuar që nuk mund ta lëmë veten të evakuohen në pikën ku situata duhet jetë emergjente.